Su me këto, kushtërim, nga momenti që nuk na përshtatet diçka, fillojnë ato sulmet verbale deri në Komandant Qeliku duket se është zbehur tash. Jo, bre, Me Lori, për zotin Qeliku. nga kush? Nga vetëvendosi. Kanë fillu tash apet kundër. I keni parë besoj edhe jo. Jo, bre, nga vetëvendosi është. Është bevastia, s'po. Shiko, Qeliku ndje kanë shkri. po E shkrejten. Edhe pse na që na pak se na ka pak se kena kon pjesë e luftës edhe kena pa luftën kena përjetuar edhe kena kon pjesë e saj. Shiko, dallon lufta reale me luftën e Counter-Strike-it. Dhe nuk shqetësohem për këta luftëtarë të Counter-Strike-it, fort çka bojnë. Ata kanë punën e vet, mojnë do para që aty që nuk po di për ka, të përbëboni fushat kundër X-it ose Y, të vazhdojnë punën e vet, nuk kanë ata të keqe. Ne patëm, shiko, si pas kësoj gjuhë, si pas kësoj formet linqimit fjalëve, ne patëm rastin në shesh sa ndodhe me deputetin. Sepse vërtet e kanë tepru me që të farë linqimin publik, po dhe ta vazhdojnë s'ki shkajban është... Po veç këto tash se cili po kontriban. Tash nuk mundemi me edhe, okej, e dim, janë vetëvendosa. A kina i rast që Zoti Lima e ka kritiku, ose ka fy, ose ka shajt, ko një për figura politike. Jo fyrje, nuk do të thotë që se fyrje, po edhe ndryshimi i kursit. Cili ka qenë ndryshimi i kursit nismës, për shembull? Ka qujt Albin Kurtin që dëmshëm për vendin. Po, Ka qujt para pak mujve. Para pak mujve ka qujt dëmshëm për vendin, në fund shkaj ta unë e votoj, edhe pse mos me qenë kryeministri i vendit. Po tash nëse një person që e ka dëmtuar vendin. Po që t'jem pjesë... Për një karrike të parlamentarit, a? Jo, sepse për partinë, për ne si partinë e do të ishte më interesant me marrë pozita ekzekutive, se sa me marrë pozita kryetar parlamentit. Si parti. Për një karrike, për shtetet, për bijen gjitha ato akuzat Zotë Lima ka pas një qëndrim qartë sa i takon disa proceset të cilat janë mbet peng e veçanërisht që ka të bëjë. Është thënë gjithë, në interes. Jo, që ka të bëjë edhe me një proces është të zhvillu jashtë Kosove, që me mujtë të dhoni kontribut sa do modest për njerëzit që ndodhen padrejtësisht në Hagë. Ku me vetëvendosjen? Jo me vetëvendosjen, si parlament. Si themelus i trupes. Ja, po. Që ka ndodhë, që ka bëhë parlamenti? S'ka po kur gjon. Që 4 vjetë s'ka po kur gjon. S'ka mundet me bëhë. Të pak të mune monitorar, mune kontrolar, mune... Repozitës sekretarit kuvendet? Si parlament. Ashtu kështu nëse procesi përfundon në mars, janë pak... Mirë, na bëhet fjallë, o shkon pyetje në maj... Edhe nëse ka qenë qëllimi këtë? Prill, maj, qershor. Nuk e besoj që... Është qëllimi kryesor kë? Ka mundu tjetë qëllimi kryesor, jo, më pozita, bre, thjesht po shteti, pik po shteti. Cili po shtet është në parlament? Që Zoti Lima i të bëhet krye parlamentar. S'ka qenë asnjëherë. është pozita e... Shikota, prandaj thatë, nëse flasim për ne të ishte interes hymi në qeveri. Po ju ka... interes... Ja, bërë një ofertë Zoti Kurti. Ka bo ofertë. Në kryetarin e kuvendit, një ministri, 2 zëvendësmin. Shikoj, shpesh herë bën monolog Zoti Kurti. Pse monolog? Tash mos ti me debatu ma tepër, shko i biseda, po shpesh herë bën monolog. Veç fol, pa vetë kërkush. Ishte interesant edhe për ju fjalimi i përgatitur nga Zoti Limaj për kryetar të kuvendit? Është interesante, është dakordu që nesër do të votohesh për kryetar parlamentit. Ka pas marrëveshje. Pastaj ju kanë prish numrat të Zotit Kurtin në kombinimin e vet. Unë kam thonë edhe këtu, edhe në takime tjera që nëse Zoti Limaj nuk është kryetar e parlamentit, as Zoti Kurti nuk ka më qenë kryeministër. Është thjesht kjo, sepse numrat që përcaktojnë. Sepse edhe deputet tjerë, jo pati edhe Zotin Berisha, votojnë që votojnë nisma. Ka deputet tjerë që sikur të shkonë Zoti Lima i kandidat për kryetar të parlamentit, të ishin votu me njëherë. Se kanë po të arsyeshme? Edhe ato është dash prap me peshku në parti tjera dhe për më bo Lima i kryetari kuvendit, edhe atëherë s'ka pas shumicë. Ja, ka pas d'akordim. Ka pas d'akordim.